Përshëndetje të gjithëve. Qiqrat janë tepër të shëndetshme, ndaj unë do sjell sot një recetë supe. Përgatitet shpejt dhe pothuaj për 30 minuta e kemi në tavolinë. Filloj me përgatitjen. Kam pastruar një karotë dhe një patate, të dyja do t'i grim në rende. Edhe karota dhe patatja janë të mëdha të plota. Grim pataten në rende, po në rende do grim edhe një karotë. Po i gri direkt në tenxhere për mos të bërë shumë në pjesë. E lë karotën me pjesën e gjeteve, me qëllim që ta grim më lehtë. I shtojmë 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri, kush dëshiron sigurisht mund t'i shtojë gjalp, dhe vendosim në zjarr për t'i bërë një skuqe. Unë i vendos kapakun me qëllim që të zbuten më shpejt. Pasi t'jenë tharë dhe përthitur plotësisht lëngjet, shtojmë qiqrat. Qiqrat i kam lënë një natë në ujë, i kam zirë për 20 minuta dhe janë pothuajse më shumë se gjysmë të zjera. I bashkoj me perimet, më pas shtojmë gelatin kockash. E përgatis këtë gelatinën gjithmonë për të përgatitur supat. E mbuloj me 700 ml ujë, i shtojmë diku te gjysmë luge e çajit me krip, pasi pjesën tjetër të kripës do ja shtoj më vonë. E zjejmë për 20 minuta dhe perimet kanë zjerë. Në një kavanoz do marrim lëngun e një limoni, shtrydhim edhe pjesën tjetër të limonit. I vendos në kavanoz për t'i bërë atë tundjen më mirë. Dhe veza nuk ndahet e bardha e vezës. I shtojmë pak krip, pak piper të zi, vetëm një lugë të gjellës me vaj ulliri që të bëhet ajo përzierja e mirë, dhe 4-5 lugë të gjellës me kos të trash. I vendosim kapakun, i tundi mirë dhe i kemi gati për të shtuar supës. Marrim pak nga lëngu i supës për të rregulluar temperaturën me qëllim që veza mos të prihet. Janë edhe këto avujt e supës që e veshin kamerën. E përzijmë, do ta lëmë të zjejë edhe 2 minuta dhe më pas do e fikim zjarrin. E servirim të ngrohtë, duke i shtuar pak majdanoz sipër, pak piper të kuq, shtova dhe pak vaj ulliri dhe supën e kemi gati. Si u thash edhe në fillim të videos, nuk të merr më shumë se 30 minuta kohë kjo supë. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme, e thjeshtë por e shëndetshme. Ju falenderoj që më ndiqni.